Drejtoresha e Rinisë, Kulturës dhe Sportit në komunën e Prizrenit, Ailin Shishko Hajdari, pohon se angazhime të shumta kemi sepse tashmë Prizreni jemi qytet evropian i sportit 2026. Prandaj edhe këtë vit angazhime të shumta për ndërtimin e fushave sportive, si dhe angazhime të kësaj natyre, sepse tashmë kemi dhe një obligim më shumë sepse jemi shpallur qytet evropian i sportit për vitin e 2026, që është një arritje e madhe. Drejtoria për kulturë, rini dhe sport është një dikaster shumë i gjanë dhe kërkon një punë të një angazhim të madh. Sa i përket projekteve, aktualisht Drejtoria për kulturë, rini dhe sport ka për synim dhe rritjen e zhvillimin e jetës sportive, kulturore dhe rinore në Prizren. Jemi duke punuar për renovimin dhe ndërtimin të tereneve sportive në qytetin e Prizrenit, duke pa edhe nevojën se sa nevojë ka qyteti për këto hapësira. Sa i përket projekteve që kisha veçuar ndoshta pak më shumë, është që kjo që furnizimi me pajisje sportive që do ta bëjmë këtë vit, dhe po ashtu ndërtimi i tereneve sportive dhe renovimi i tyre, ndërka që është edhe një projekt që po synojmë që këtë vit ta mbarojmë, është vendosja e shtatorës së Ibrahim Rugovës në Prizren. Përndryshe, çka e bën këtë vit pak më të veçantë se vitet tjera është se Prizreni është zgjedhur qyteti evropian i sportit për vitin 2026, dhe kjo na bën që të arrisim angazhimin ton për aktivitetet sportive, ku dhe do të fokusohemi në rritjen e aktiviteteve sportive, inkuadrimin e trive dhe grave në këto projekte, dhe po ashtu do të fokusohemi që të bëjmë edhe bashkëpunim ndërkombëtar. Pastaj drejtoresha foli edhe për angazhimet dhe planifikimet e këtij viti që janë të shumta, si në sferën e angazhimeve sportive dhe ato kulturore. Aktualisht buxheti komunal, siç e shihni edhe në lajme, është pak problem, shkaku që përmarruesi nuk po na i lën me i bë punë në ç'është duhet faktikisht, po aktivitetet e tilla nuk besoj që neve na kushtojnë shumë, sepse janë aktivitete që ne i kërkojmë prej klubeve tona, dhe në përgjithësi klubet janë shumë të gatshëm për me bo secilin aktivitet që e parasheh komuna. Angazhimet edhe këtë vit do të vazhdojnë ndarjen e subvencioneve për OJQ dhe angazhimet kulturore, kurse ajo sot tha se jemi angazhuar maksimalisht që ndeshja Kosovë-Turqi të jetë sa më madhështore dhe kemi vendosur ekranin e madh që të përbashkojmë qytetarët në këtë event madhështor. Ajo tha se e përkrah ekipin e Kosovës. Është një dikaster shumë i gjatë, po ndoshta që kisha ndarë disa pika, disa projekte që e veçojnë për këtë vit, është së pari aktivitetet sportive, shkaku që jemi zgjedhur si qytet evropian i sportit, ndërtimi i tereneve dhe renovimi i tyre. Ku është planifikuar bëhet ndërtimi i tereneve? Kemi shumë përgjithësi, po synojmë me bo një lagje Dardania, me renovu fushat terene sportive që janë në qendrën sportive. Kemi edhe fushat sportive në gjimnazin Gjën Buzuku, Remzia Demaj, kemi edhe fushat sportive në Kabash, kemi përgjithësi shumë fusha sportive që kanë nevojë për intervenim, disa edhe kanë me u ndërtu prej fillimit. Sot natyrisht është një ditë e shënuar, thuash, për sportin edhe për drejtorinë tuaj kushtimisht, sepse ju veç keni vendosur një ekran të madh në Shëtërban. Çfarë më na thuash pak për ditën e sotme, për përgatitjen, në fakt drejtoria juaj çfarë ka bërë, cilat janë angazhimet e ditës së sotme? Për ndeshjen Kosovë-Turqi, Drejtoria për kulturë, rini dhe sport e ka vendosur ekranin e madh në Shëtërban, me synim që t'i bashkojmë qytetarët e Prizrenit për me ndje atë ndjesinë e lojës edhe krenarisë së bashku. Nëse nuk ka fshëtësi, ka do ta ndaj drejtoresha? Patjetër që Kosovën. Mesazhi i drejtoreshës Ailin Shishko ishte të gjithë bashkë të punojmë sa më shumë për të rinjët dhe kulturën e angazhimeve sportive të qytetit të kulturës, qytetit të Prizrenit.
qytetarët e Prizrenit të jenë sa më aktiv në aktivitetet kulturore, sportive dhe po ashtu të rinjt e të rejat, edhe gratë po ashtu, i ftoj që të marrin pjesë sa më shumë në për aktivitetet tona, dhe kjo është mesazhi. A do të ketë si vetë donacione nga ndërturia juaj për Patjetër. kulturë, artë e tjera si viteve të kaluara? Po, Do të ketë. patjetër. Faleminderit. Faleminderit juve. Ndërto me prodhime vendore.